Mënyra më e thjeshtë që ti të përgatitesh, që ti të kesh content, shumë kollaj, pra ti shumë e thjeshtë për bërë content, është kjo. Do zgjedhësh një ditë që ti je më e lirë, vi shumë mira ditë, mos je në nxitim, zbukurohu, ke disa veshje mbase xhaketa ndryshme, këmisha ndryshme që janë një ngjyshe, mos jo shumë me lara sepse nuk dalin mirë në video. Dhe ti do bësh dy lloj videosh. Një lloj videove do jenë gjëra të ndryshme. Mund të jenë për shembull muzik trending, që ti po e bën, nuk ja ke haberin fare që do shkruash, po e bën me gishta, apo mbase thjesht duke punuar në laptop, apo je duke shkruar një gjë, pra diçka që është në lëvizje, dhe bëj 10 sekonda, 10-11 sekonda jo gjata. Pra këto quhen stock videos, ose si unë i quaj reusable videos, që do thonë video që ti mund t'i ripërdorësh në shumë lloj mënyra të ndryshme. Mundohu që të jenë para një dritare, ndriçim i mirë, mos kesh shumë gjëra mbrapa, mund të jetë para një mur, mund të jetë duke pirë ujë dhe bën me gish poshtë, mund të jetë duke bërë që qesh me telefon, u gëzove. Pra gjëra që ti mendon që kur njerëzit sapo ta shikojnë atë video, thjesht sepse ti je në lëvizje duke bërë diçka, do i kaptivoj. S'ka rëndësi vure muzik, çfarë ke vënë tekst. Pra kjo është gjë e parë. Bëj një 10-15 si ato video. Më kupton? Që mund t'i bësh, le të themi për 5 minuta, 10 minuta. Bëj 8 sekonda, 10 sekonda.